Këngëtarja dhe moderatorja Ingjina Sufi solli një mesazh të bukur mbështetje dhe solidariteti në qendrën komunitare Harmonia, ku dhuroi për prindërit e fëmijëve me çrregullimet e spektrit të autizmit librin Unë jam Aroni, nuk jam budalla. Ky libër është një udhërrefyes i vlefshëm që ndihmon familjet të kuptojnë më mirë autizmin dhe të përballojnë sfidat e përditshme. Në një botë ku libri duket sikur po zhduket, më besoni t'ju them që ka shumë vlerë. Ka vlerë sepse e parë nuk do ndiheni vetëm. E dyta do lexoni gjëra shumë të mençura dhe shumë të vlefshme për fëmijët tuaj. Dhe mendoj që sfidën më të madhe e keni ju si prindër, sigurisht edhe fëmijët, po nëse ju në një moment të caktuar keni sfidë dhe nuk i kuptoni disa gjëra në qasje me fëmijët tuaj dhe sjelljen e tyre, në libra do kuptoni shumë më shumë. Dhe unë refuzoj që t'i quaj fëmijë me aftësi ndryshe. Unë dua t'i quaj fëmijë superheroj, sepse më duken fëmijë shumë special me një yll shumë të madh në ballë. Do të bëjmë përpjekje maksimale që t'ia mundsojmë çdo familje që ka nevojë këtë libër. Është porosia e kryetarit të Bashkisë Udhëheci, është dëshira ime, është dëshira e dy drejtoreshave, e gjithë stafi, që ju asiston çdo ditë. Nga ju aportoj ju falenderoj shumë që bashkëpunoni, që ndërveproni. Ju jeni arsyeja pse ky libër ekziston. Ju jeni arsyeja pse unë nuk kam dash me qëndru brenda mureve të universitetit, por kam dash që secili person me njoft realitetin e fëmijës vet në një mënyrë tjetër. Kam dash që secili për jush mos m'ju dhanë një produkt plot me fjalë të vështira, por kam dash m'ju dhanë një eksperiencë, kam dash m'ju dhanë një përvojë, një fëmijët, një prindit, të një personi që është taku me spektrin. Jo vetëm për ne si prind me një fëmijë me spektër, por për gjithë ka nevojë për një stil që bajnë gjanat vogle nduke, por për disa janë shumë gjana të mëdha. Qendra komunitare Harmonia, një shërbim i Bashkisë Shkodër, ofron terapi dhe mbështetje të specializuar për fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit, ndërsa prindërit përfitojnë këshillim dhe orientim profesional.